the dangerous. Zdia është kushta gaj. Ja, tani njerëzit po bëjnë punët. Sa të mirë që ishin ato dje. Po, e pash të fyra, po nuk është... Kështë të bo po shumë drama, mu do, kënë që u mboj herë, dhe do është ta shumë me vendosi 100%, e thash Olës, ta Ola, tha bish ka ma bënë mua, la ma keq. Po, edhe unë këtë mendoj. Edhe thash okej. Shiko, çdo gjë që keni dhe ju të dy, pëlqimin, këtë parashikrimin e familjes e tjerë, do ta tregoj koha. Koha ka për ta shëruar, qoftë për mirë, qoftë për keq, do jetë... Koha le t'i shëron familjen e vetë, mas pojës unë për tajmë ka njëna keq, se për neve nejna të ri. Na si vazhdum, si s'vazhdum, s'është kur gjo, tek e fundit. Jo, këtë mos e thuj, se... Po tek e fundit, Sara, mos e thuj. me rëndësi, duhet më konë familja vetë mirë. Po patjetër, pa ata janë mirë nëse shohin gocën e tyre mirë dhe jam e sigurt për këtë gjë. Patjetër që komentet të rrjetet sociale bëjnë të vetën, edhe mund t'i vi si bum, po në total, kur shohin gocën e tyre që po qesh, edhe që është aq e lumtur, që po këdhelet, edhe që është totalisht njëri tjetër nga çka ka ardhur këtu, se unë e shikoj nga një marrëdhënie jashtë. Unë jam e sigurt që ata këtë gjë ndjejnë, ata thjesht do të donin mendoj që ti kishe vendosur pak më shumë pikat mbi i, kaq mendoj unë. Po. Nuk besoj se ka njëri dyshime për çfarë çuni je ti. Jo, ne kuptoj ata. E kuptoj ata se nuk është arsyeja që unë jam djali keq për që ata më bë keq. Është mënyra që është për shembull kena nejtë, jena prekjena për qafë. Po tash unë jam që kjo, unë nuk muj me nejtë. Po mirë pra se mbase në rrjetet sociale gjërat dalin pak më të egzageruara. Ndërsa mua për shembull, po jo, sepse mua për shembull që jam këtu nuk më është dukur asnjë veprim juaj i egzageruar. Se jam për ditë këtu dhe 24 orë ne e kalojmë të gjithë bashkë. Pra unë në realitet ty nuk do të kisha përqafu kurrë, se unë nuk i përqafoj njerëzit që kam miq, më kupton, nuk është se rrim përqafuar. Po këtu të vjen veç të përqafoj se këta jemi, e kupton, dhe ky është realiteti joni vetëm. Kështu që nëse të përqafoj dhe unë, imagjino një gocë që të ka qef edhe që ndihet shumë rahat me ty. Më kupton? Po. Pra nëse të përqafon një njeri që s'ka lidhje fare emocionale në këtë sens me ty, imagjino një gocë që ka, normalisht të përqafoj pak më shumë. Po. Thjesht jashtë duket mbase egzagerohet. Edhe
komentet mendoj që janë ato që prekin më shumë familjen, se sa vetë kontenti edhe se qa ndodh tu brenda. Se po ta shoh në 24 orë nuk do asgjë e madhe. Në bëjmë madhe, s'ka ndodhë ashtu. Thjesht mbase këto të prajmeve mund t'ishin kursyer pak, këto deklaratat e prajmeve, edhe kaj, se këto mendoj që prekin më shumë familjet. Se atëherë është audiencë më e madhe, mendoj. Po. Por unë të isha në vendin tënd, nëse e do mendimin tim. E do mendimin tim apo ja? Po. Se më presionove. Tap zarfin. Fermer. E para njëherë asaj gocës do t'i lija pak kohë. Shumë ko. Dhe dyta, do vendosja pikat mbi i për situatën time jashtë. Po unë I vendosi pikat mbi I. Jo me heshtje, me Jo, fjalë. me fjalë, don't worry. Po prap nuk e di sa mu I mu afru. Nuk ka lidhje. Këtë ti po e bën për vete, nuk po e bën, edhe po e bën edhe për atë se si që nga perceptuar jashtë. Po, ato. Nuk ka lidhje me afrimin kjo. Kjo bëhet për të shkuarën, edhe për atë që keni kaluar ju, për ta shpjeguar që kjo goca është the one and only në këtë moment. Yes. Ose ka qenë the one and only për aq shko sa ju whatever. Më thënë, çfarë do gjëja. Më beso që është veprimi I duhur. Që ti të jesh në paqe me këtë gjën. Se ty kjo të pengon më shumë nga gjitha, jam e sigurt. Ti ke shumë sedër. Dhe ty të vret se si e ke rrotullu këtë situatë. Po. Që mbase nuk e ke bërë me vetdije, patjetër. Por heshtja ndonjëherë vlen më shumë se sa shumë fjalë. Dhe heshtja jote perceptohet edhe nga ne këtu është perceptuar e çuditshme, imagjino jashtë. Por ne kemi marrëdhënie tjetër se normalisht ne të njohim edhe e dim çfarë çuni je. Jashtë s'të njohin ata që komentojnë, ose familja e Olës. Më kupton? Dhe për mua, ty tani duhet të vlej më shumë që ta tregosh ato çunin super gentleman që ti je, duhet të vlej më shumë që asaj gocës t'ja ngresh kokën lart, se sa vetë marrëdhënia që ju të dy do keni tani e tutje. Se në Shqipëri ti, si çun, del gjithsesi mirë, dhe kjo patjetër që është e tmerrshme, po kështu është. Si do që ti je në rregull, e kupton? Del ajo keq. Ja, s'është më dalë keq. Si? S'delula keq. Jo, sipas këtyre gjërave pra që Aha. më kupton? Sipas atyre që janë thënë, se për mua unë kam thënë ti s'ke bërë asgjë të gabuar, për sa kohë ti e unë e gjithë e kemi ditë kështu situatën. Por ajo thotë që për 2 deklarata që ka bërë që jo e kam dashur jashtë e kështu, ato merren egzagjerojnë jashtë. Nëse kuptojmë këtu se ne jetojmë përditshmërinë, është mirë që asaj gocës t'i ngresh pa kokën. Sa ajo është shumë e mërzitur për këtë gjë. Edhe atë e dëmton edhe prek jo vetëm këtu brenda kjo gjëja. Ndërsa ty jo aq shumë. Ta them kështu, me gjithë zemrën këtë. Çka ka qenë situata jashtë, nëse mund të më thuash? Situata jeme jashtë. Pa. Ku Gjoni më prish me dikon para se më fut këto një muj. Një muj? Një muj dhe... Dhe sa ka qenë marrëdhënia atëherë? Edhe herë sa kena qenë bashkë. Po. Kena qenë ja 8 muj, 9 muj. Në ka qenë marrëdhënie kështu e shpejt? Ka qenë shpejt, po dhe kështu e kum dashtë, vëden është Po më mos e njerëzit s'lidhen... personi I vetëm që kum dashtë. Po pse u nda? Nuk e di, ndoshta si na kom për njërin tjetrin, është shumë gjana. Kështu si na kap, si na bu fjalë për gjoheshve që... Se mbaj mend që në prajmin e dytë, a diçka e tillë, në prajmin e dytë, të erdhi një gjë dhe u preke. Yes.
Pra ishte veprimi asaj që mbaroi? Nuk e di. Nuk e di, po veden unë unë s'm dash më me bo lidhje këtu heq. Jo për ata, po për veti. Në thjesht më kon i thyn para se me i këtu. Nuk ka shumë në mëndis për pres, në tira jo apet. Po. Në kuptan. Edhe kur i marrë këtu, mu kam bod një herë pyetja, 2 herë pyetja, edhe okej, kum të regu. Po, s'to më thonë që tashti e du unë edhe më disë për pres tash unë e jashtë, më shku dhe më dole e më thonë hajde për këthejem bashkë. Edhe më kuptan. O keq kuptu, unë nuk më thonë keq, whatever, së unë që këthu t'i kom seder. Nuk ka që nuk ndjej, vëde ndjej, po momentin kur... Ndjen sepse ka kaluar vetëm një muaj. Po, kur të më bon keq, unë e vish muj me desa të më shërohet që e far plagë. Po këtu bën gabim ti. Këtu bën gabim ti. Sepse unë e kuptoj ndjesin, se që të ndahesh nga një individ që ti ke kaluar qoftë edhe një muaj, pa tjetër që duhet një kohë e caktuar që ti jo të shërohesh, po ta kalosh si ndjesi. Më shëru. Po ta kalosh si ndjesi, kur ti ja ke kaluar mirë me personin. Edhe kur s'ja ke kaluar mirë, prapë të duhet një kohë e caktuar. Dhe ti vjen këtu, gjëndesh tu brënda, takon një gocë që ti se pret që ta takosh. Unë e jashtë që ato kohën kërëm koni prishin nëse këm pa asë një femën që asë që marë me kërkona. Mëse një muj kështë e kalu? Jo, ma shumë se një është, 2. Kom një kështu se mi zvëglu pak. Po, dhe kur jena unë këtu me trunin tami më këm thonë që s'ka shansë. Po, izolimi ndryshe tashti edhe edhe I like Ola se unë kom problem me rojnë me një njeri që me najkin ta. Me një quri një kohë me ta. Qatë përqen më shumë dhe Ola? Sensi humorit është shumë smart. Mendimet edhe Vish është smart, shumë është smart, edhe unë e kom këta si këtë jetën kom pas, sot do mu kom femën e bukër, si whatever, po unë nuk e smart, nuk kom rrijet. Do të nuk e ke vetëm të reqe fizike, ke edhe shpirtërore. Nuk kom në fare të reqe fizike me Olin, sot do që është i ka të natë mirë ata, vëden. Po. Po thë... S'ka të bëj kur gjoja me të reqe fizike isha shku të soni malaj. Isha shku të borë. Ose të umbër. Ose të ti. A pëden. Jo që këta edhe këto edhe se dulkeq, edhe këto shumë smart, soni me borë në pëden. Po, e kuptova. Po për trup. E kam një farë sensi, e kam një farë shije teme. Po. Që Ola është në shijet e mija. Mu për fillimit unë mësme pozi shka me ta që mësme anë është në gjithë farë pike, po ta shte është problemi që edhe Ola likes me. Edhe dy t'jena mundu mi, sot do që i nga shku aty nga kanon, nga kanë vetë nga thonë jo me Olin, jo mu ku nuk më thonë jo, së më pëlqen, jo s'ka shansë, Ola ka thonë jo me ta s'ka shansë, po s'kena pas kam i ikna, kena mujtë mi rajt vetëm, po kaq. Tu jena konë, nështë a jashtë s'na kish shumë najtë, se që shtu të kena tha kënarin. Nëse ako e kënarin. jashtë Olën, do të tërhishte njësoj si që të tërhish këtu? Po, nëse kisha, qëra, nëse kisha pas kontakt që kisha pas qëto, nëse më kisha mu mi njohë qitë Olën, jo mi pas si fizik. Po, këtë po sen. Si fizik. Me taku, me ndej me të. Po, kisha ra. Edhe nështë edhe ma shumë, se edhe ajo ishtë shliru ma shumë. Ma mërmenja, se puna kamerave edhe... Po e të ngurësan. Po.
Po du më thonë që une, për shembull në studio që jam në punë, në studio vijnë njerëz të hinë e dalin. Edhe mu vijnë femna gjinisë femërore, Femra gjinisë femërore. femra gjinisë femërore, Allah. Vijnë femna në studio edhe normal që una mirë mrama, ullën në kompjuter, natën e mirë, që ka që kom. Apo din, bile, kur më kara për shembull dhe na dalë në klub edhe u ardhi qik, ma dim ka fol. Më thonë, falem po s'po të ngjoj, po jem kohë në studio. Thonë, zemër, ku të më shem e këto e të foncat në vesh, as më së më falë mo jashtë se nuk të ngjoj, unë të respektoj që me erdhe në shtëpi, mirë mrama edhe natën e mirë. Apo din, se kom kështu me gjana fizike, me trup fizike, me bukuri fare, heq. Po gabimi jot në këtë diskutim, që ma the dhe mua tani, mendoj se është fakti që ti disa gjëra që duhet t'i mbash për vete, i thua me zë të lartë. Për shembull, ndjesia që ti po thua, që shiko, unë nuk është se po dola këtu, unë do t'i hidhem qafa asaj tjetrës se ndjej akoma, por ndjesia nuk ikën direkt, tregon që ti Ndjesia ka i ik, donj. jo, ndjesia ka ik momentin që unë një ma afru me Olën. Pra, po këtë se ke shpjegu ti. Ja kom shpjegu Olës, fatkeqësisht jo publikut. E pra, këtë po them. Këtë duhet shpjegosh ti. Këtë duhet ta shpjegosh. Duhet ta shpjegosh edhe një herë. Dhe Ja kom duhet t'i shpjegu në vendosësh qatë natën prime se Ola u mërzit, edhe masnena më kujtu shka thash, edhe po ka drejt, keni drejt, kompleton kanë drejt. Se unë edhe pa hupi masnejnë prime, a vedin, edhe po është tjetër stres në prime. Vedin ti mbrejnë edhe qëtu e më ndryshe se në prime s'foli hiq, edhe ku të marrë me foli s'foli sant. Duna me punu me qitë pjesë, po për pjesën unë direkt mas qasaj videos, edhe Arbana që më pyti e ke dikon jashtë, edhe më thash po, a bedin, fatkeqësisht. Edhe dola fola me Olën. E pra, po këtë janë momentet Unë si kisha bo, unë si mashkull, që është apë thëmë, unë si mashkull, edhe runa shumë, se qaq shumë kom respekt për që një femërore nuk e ki idenë. A bedin.